Ajte po që ka bo zoti verë. Natyra ka bo verë. Natyra, Vendin e qonë në një shqiptar atës, nuk e pranda entitetin në thonë za zot apo Po ty nuk të pengojnë unë pse jam musliman. Ja, shqiptar, nuk më pëngon fare shqiptar, po ki mendësi tashte, a jenë thonë sa pasor, a jenë në shrumë, tashte do të më... Unë jam pasor. Kosovën dhe të largoj krejt shqiptarën nga Kosova ka përdorur etiketën që në Kosovë këta janë në thonë za ekstremist islamik, pro të fitoj në diplomacinë evropiane këtë dhe kështu neve edhe evropianë na shqeqojnë sytë të tillë, por ne nuk jemi ashtu, po ka qenë qëllimi i serbëve neve të na konsiderojnë në thonë za islamik ekstremist. Ju jeni? Jam tash me treguar të lejtën për dhoma personale nuk i do zonat personal, sepse ju e dini, jam shqiptar ateist. Okej. Nga njëre këta në thonë za islamik po kërcenojnë, kështu që zakonisht emrin personal... Shkurtimisht, që shekjet... Ilire kam përndusha me në zakë, po. Ilire, që shje? Mirë, falim dhe që kalu? Mirë, nuk është të kecë. O, hajde ma qikrina se dili, na i qëroj sytë. Ajte po që ka bo zoti verë. Natyra ka bo verë. Vendin e qonë në një shqiptar atës, nuk e pranda entitetin në thonë za zot apo në thonë sa plot gjithësore, unë quaj plot gjithësore në fjallere nga të shqipe. Po ty nuk të pengojnë unë pse jam musliman? Ja, shqiptar, nuk më pëngon fare shqiptar, po ki mendësi tashte, a jenë thonë sa pasor, a jenë në shrumë, tashte do të më... Unë jam pasor. Pasor, unë nuk i nështrona kërkujna për bindjet e mija politike, bindjet e mija fetare, janë bindjet e mija. Je shqiptar pasor? Kërkujna nuk i intereson, unë këtë besimit takoj. Sigurisht, jemi shoqëri laike, kombi shqiptar ka natyrë laike, kushtetuta e Kosovës është laike, kështu që nuk mund me na pengu fare përkatësia apo jo përkatësia e besimeve apo jo besimeve, për ndryshe na jemi shqiptar në radhë. Unë kam një shok, më fal që më ndërprej, unë kam një shok 92-3% shqiptar. Është vëllë katolik, më ka thirrë më një zdarsëm, kom shku me familjen teme, na kanë prit që shumë mas mirë, dhe plus të tavolina që më ka pëlqy, më kanë ardhë dhe më kanë pyet, a përdor një derë apo jo, e një kom thani jo, edhe ne kanë pru ushqimin taman për musliman, pa derë. Tash pikërisht për shqiptar, besimet në thonë sa islamik, më nëshme thonë. Shqiptar në pedina se Kosovë kem, na s'kem Gjermani. Kushtem pak e që kuptime, kur dikush po pyet se çka je, na do të më thonë, nëse jemi shqiptar, jemi shqiptar. Jo, na jena Kosovar. Ja, shqiptar të Kosovës. Shqiptar të Kosovës. Nuk vërë me ndo në pjesë ndryshme Shqiptar të Kosovës jena. Po me uqyjt shqiptar të vendeve përkasë, për shumë shqiptar nga Kosovë, shqiptar nga Greqia, shqiptar nga Malizi, shqiptar nga Presheva Bujanovci, shqiptar nga pjesë tjera geografive shqiptare, po vetëm shqiptar. Këtina të shqiptar që i përmen e Preshevën dhe Bujanovcin... Kushtem asë më qujtë si pas vendeve përkase, po parësish me qenë shqiptar, pasaj cilet vendi takojnë... Se politikat e sotit i kanë harru shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit? Kjo pyetje është shumë me vende, është fatkeqësi e madhe çka po ndodh për shkak për shqiptarët atje, ku po largohen nga ajo pjesë e vendeve të veta shqiptare, e politikanët tonë fatkeqësisht nuk kujdesen për ata si politikanët në Kosovë, si politikanët në Shqipëri. Përndryshe në Shqipëri kushtetuta e Republikës së Shqipërisë vjen thirrje me mbrojt krejt shqiptarët kudo që të jenë, jo vetëm brenda kufeve zyrtare të Republikës së Shqipërisë, por edhe jashtë kufeve zyrtare. Kështu që Edi Rama ka detyrë dhe kushtetutare. Do të edhe gjithsesi edhe Albin Kurti, jam kundërshtar në këtë rast edhe i mendësive politike, partie politike në Kosovë. Gjithsesi dohet Edi Rama, sepse me kushtetuta ashtu i bëhet thirrje për me u sjell ashtu, por edhe Albin Kurti nëse vetën e konsideron si shqiptar, edhe ai gjithsesi do të më bëjë përpjekje konkrete, mi mbrojt edhe mi përkrokre i shqiptarët kudo që të gjenden. Unë rastisht e Kosovarja, gazeta Kosovarja, e pash një artikuj, e këshin shkru mesazhi idealit nga Presheva, argjenti i cili jeton Preshev, edhe këshin shkru një mesazh për Albin Kurtin, edhe unë jam pjesë e Kosovës. Titulli ke. Edhe ishtë bërë shumë virale ai titulli atë ideali të ri, me ambicie që një ditë edhe ato do t'jem pjesë e Kosovës, të harrum ishin, jam kanë atë pjesani, gjëna ishë me shku në ato vende. Nuk e di a je kanë, a i ke pa përsafër me ato njerës, se si jetojnë, qësh janë ndamë, edhe për Kosovës, për edhe për shtetit Serbisë. Do me thonë edhe na si shtet i kena harru ato njerës. A është kje e dhimshme?
Kjo është shumë e dhëmshme tash kur ta shikojmë me shtetin gjenocidal Serbin. Ajo bën përpjekje maksimale me ja hub donat konkrete shqiptarëve atje, pra me hjek prej qytetarisë të shtetit gjenocidal serbe shqiptarët. Për shembull ata prej Bujanovcit, prej Shevës vinë këtu jetojnë, edhe ju hjekën donat personale të shtetit Serbisë nga Serbia gjenocidale. Edhe në këtë aspekt shqiptarët janë shumë pasiv, do të më reaguash për ndaj këtij veprimi kur Evropa është një kontinent i cili kryesisht përfaqësohet me shtete demokratike, ku do të më lulëzu demokracia, pluralizmi, e drejta e të jetuarit. E kjo ndodh po në kundërtën prej Serbisë gjenocidale ku largohen shqiptarët edhe ju hupën donat konkrete prej shqiptarëve që jetojnë ato pjesë. Tek e fundit Serbia është gjenocidale dhe artificiale, ajo ka ardhur është krijuar një entitet artificial prej disa slavëve, shumë pak slavë që kanë ardhur prej Karpateve, i kanë asimiluar ileret arbërorët shqiptarët dhe kanë krijuar entitetin e tyre artificial dhe tani Serbinë gjenocidale artificiale. A mendon që Serbia e ka pas qëllimin më na largu neve edhe prej shtetit Kosovës, ajo dihet, po edhe prej islamit? Se na jena si shtet islamik, jo na jena shtet laik, po besojna janë gjys, ka njerëz që edhe janë edhe nuk janë 100% që po flitet musliman, po janë një pjesë 60% janë musliman. Kushtrim e kom cek edhe te intervistat e kalume të kjo që feja shqiptarët e shqiptarë, na nuk përcaktohemi me religionet të organizume, këtë rasë ne nuk përfaqësojmë. A kanë qëllimi pyetja kjo, a kanë qëllimi i Serbisë për na shkatru edhe fen? Slobodan Miloševići gjenocidali barbare, edhe njeriu i cili është ndërtuar mbi atë mendësinë kriminale, ultranacionaliste, ultrareligjioze serbe, për neve për të fituar atë mendësinë, për të fituar për të arritur qëllimin e tij, ta pushtoj Kosovën dhe të largoj krejt shqiptarën nga Kosova, ka përdorur etiketën që në Kosovë këta janë në thonjza ekstremist islamik, pro të fitoj në diplomacinë evropiane këtë dhe kështu neve edhe evropianë na shiqojnë si të tillë, por ne nuk jemi ashtu, po ka qenë qëllimi serbëve neve të na konsiderojnë në thonjza islamik ekstremist, që mos na përkrojnë ndërkombëtarët, mos na përkrojnë shteti me Mekë kombi shqiptar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo nuk është arritur, këto është një trinami cili ka vepruar konkretisht në atë kohë, mendësia e kombëtare e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po mendësia e cila ka dashur ta çlirojë kombin shqiptar nga pushtuesi barbar serb, mendësia e Ibrahim Rugovës, mendësi pasore, i cili ka arritur mjaft lart në diplomacinë mbar botërore të depërtojë si një njeri pasor, madje edhe është vlerësuar lart edhe prej shumë institucione si njeri i tillë. Pastaj intervenimi i NATO-s me në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe, Tony Blairin dhe atëherë Bill Clintonin, por gjithsesi meritat i shkojnë edhe George Bush, sepse ai ka thënë që ne nuk do ta lejojmë të përsëritet Bosnia e dytë në Kosovë. Gjithsesi edhe Nena Terezë do të përmend sepse ka qenë herë një vizitë në Washington tek Bill Clintoni, Nena Terezë, dhe ka thënë që ju lutem për krahun e kombin tim, kombin shqiptar në Kosovë, dhe ajo ka mbetur një fjali e cila ka mbajtur në mendje nuk u kanë muslimane. Ka qenë shqiptar në atë, por ka qenë në mendësi krishtere. Krishtere, domethënë ajo është kon krishtere. Edhe bota e ka kuptuar që kosovarët nuk janë ekstremista. Sigurisht e ka kuptuar që shqiptarët e Kosovës nuk janë të tillë, nuk përfaqësohen me religionet organizume, janë me një entitet natyral që vijnë prej ndoshta pellazgëve, gjithsesi ilerëve, pastaj arbërorëve dhe në modernizëm shqiptarëve. Ata shikojnë edhe historinë. E thu që të gjanën e historisë të shtetit Kosovës e të shqiptarëve përgjithësi, sepse vërtet duhet dikush mja hap syt njerëz edhe mjë thonë, ka dalë se na nuk jena priardhjen prej Sigurisht. Vende të botës. Na e kena priardhjen prej vendit. Nuk jemi ardhacak, po jemi vendas. Na jena vendas. Autokton. Ashtu kështë e vërtet. Dhe shumë interesante sepse një grumbull i shkencëtarëve, si më thonë, kulminant që merren me çështjet e gjuhëve, kanë vërtetuar që gjuha shqipe ka origjinë, ka vjetërsi dikon prej 8000 viteve lashtësi. Kjo lën me kuptuar se ne gjithsesi lidhemi edhe me atë hallkën e kalimit prej pellazgëve tek ileret. Ndoshta nuk jemi plotësisht në ADN sikurse pellazgët, por jemi me një përqindje të madhe me ADN e ilerëve, arbërorëve e tani shqiptarëve. Faleminderit që ishe pjesë e jona, je vërtet një ideal që vërtet ditë çka flet.
Ju falenderoj kushtrim, ju falenderoj edhe ju sepse po më jepni mundësinë mi shpreh mendimet e mia, edhe një herë po feja shqiptare e shqiptaria, Tim Shkupi ka të drejtë kur thotë se feja shqiptare e shqiptaria. Unë jam me një që përkroj laicitetin e kombit shqiptar, përkroj kushtetutën laike, vetë jam shqiptar ateist, e tham këto hapta se kur s'kam besuar në entitete religjioze dhe këtë mundësi që ju më jepni, ju falenderoj na përsërisht. Po ta bajnë fal. Po. Kur s'ke besu Në religionet organizume. Po. Kur s'ke besu në Kur'an, në Zot? As në Bibël, as në Kur'an, apo në recitar. Asnjëherë. Kush t'ka shty me pas këtë bindje ateiste? Unë në një farë mënyrë kushtrim jam edhe naturalist, unë e shoh që jeta është në kupton zhvillim, ulem, ndryshim. Librat religjioz nuk e pranojnë këtë që ndryshon shoqëria, ndryshon natyra. Ne si qenë ndryshojmë, evoluojmë, pra këto krejt janë aspektet që më kanë bërë shumë bendes të jem në atë që nuk besoj në ato libra abrahamek në thonjza. Në asnjë religjon nuk besoj në madjas në budizëm, sepse budizmi thret gjëra se ne mund ta gjejmë në thonjza Zotin e brendshëm, sepse ne jemi qenie evolutive. Po. So kanë e ranë për ty më rrit me një vend, me një rreth, me një kulturë, me një ku ti nuk i ke besu kërkujna. Që kjo do me thonë po më intereson, që shke mujt me arrit, me triumfu, me skret luleve, ose me s'ket dherav një lule. Tash do ta pranojmë kushtrim, jemi në Evropë, jemi shoqëri po thon përsëri laike, kombi shqiptar është. A je budhizu për këtë çështje? Asnjëherë, sepse në hapta se kom shpreh këtë mension, kam besimet e mia individuale. Unë besoj që kombi shqiptar, këtu krejt janë besime individuale, do të zhvillohet gjithnjë më shumë në të ardhmen. Njerëzimi besoj që nuk do ta shkatroj vetveten sepse e kemi edhe një sociolog, por jo vetëm atë, por unë mendoj ashtu që shoqëria njerëzore shkon gjithnjë më shumë duke u demokratizuar, pluralizuar, liberalizuar, e kështu edhe luftra do të bien dhe ne nuk do ta shkatrojmë vetveten, ky është besimi individual. Është një besim tjetër sepse unë jam në këtë rast naturalist dhe evolucionist, që toka do të shkatrohet një ditë. E dina këta ta. Sepse dielli shkatrohet, toka shkatrohet edhe ne nëse pasardhës tonë nuk e arrim me gjet një vend tjetër jetesë jashtë planetit, sistemit tonë diellor diku tjetër, atëherë vetë ekzistenca jonë nuk ka kuptim. Unë besoj pra që pasardhësit e njerëzimit që do të jenë shumë më inteligjent, do ta gjejnë diku një vend tjetër për të jetuar në kosmosin tonë, kështu që unë besoj në vijimsinë e qenies tonë njerëzore. Pra jam plotësisht optimist këtë drejtim, edhe asnjëherë që jam bullizuar për këtë që po thonë, vetë shoqëria jonë është demokratike. Po se është e rana, po kuptoj. Që unë për veti jam bullizu pse po kesh shumë shesh. Do të thonë kjo është bullizim. Pse po interviston këto, pse po interviston ato, jam bullizu edhe në këtë mënyrë. Për atë arsye thash, a je bullizu ti që s'ke besu kërkon? Ndryshe do të ishte kushtrim se ndoshta e zgjatëm shumë. Unë po të jetoja për shembull në Afganistan apo në një vend me kushtetutë religjioze dhe të ju thoja atje që nuk ekziston fare në thonjza ky entitet që ju po besoni që po e quani në thonjza Zot apo në quaj edhe në thonjza plotësor, atëherë do të ishte shumë rrezik me jetu atje, sepse ose do të vrisje, ose do të burgoseje, ose do të përjashtoje nga ai vend. Dokumenta çka të shkruan? Në dokumente nuk shkruan tash zyrtare përkatësia religjioze nuk shkruat. Jo e dini kushtrim shqiptar me kombësi shqiptar, por me shtetësi kosovar. Por edhe tash një tjetër kushtrim, mos më keq kuptoj më herët se jemi kosovar, edhe këtu bëhet një gabim. Ta quajmë veten shqiptar në radhë të parë, sepse nëse shqiptar të Kosovës. Kjo është në rregull kushtrim, kjo është në rregull. Faleminderit që ishe pjesë jona, ju rujt Zoti, e ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjonat e mira i se dhe veç na Kosova informon për çdo gjë.